mendimin tim që unë nuk jam që presidenti mu zgjedh nga populli, direkt sepse nuk kemi nevojë në një mekanizëm i cili ka funksionu. Është vetëm mungesë e vullnetit politik, fakti që s'po funksionon tash, sepse ne i kemi disa presidenta që kanë filluar mandatin e kanë mbyll mandatin edhe gjithçka ka qenë në rregull. Fakti që ty s'po funksionon. As me këtë klasë politike nuk duhet të zgjidhet populli nga populli presidenti. Fatkeqësia jonë është një klasë politike e papërgjithshme, e cila nuk po gjen konsensus për asnjë gjë. Po. Abdullah Hoti i keq, Vjosa keq, Lumiri i keq, Hamza i keq, kryeprokurori i keq, Barsia ndërkombëtare i keqe, domethënë një klasë politike apo një udhëhec i cili fatkeqësisht e ka marrë një mbështetje jashtëzakonisht madhe, i cili nuk po don me qeverisë Kosovën. Edhe kur i merr 50% ai nuk po don me qeverisë, ai po don me pru një situatë ku njerëzit lodhen me demokracinë dhe pastaj kërkohet një sundimtar. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës duhet të jenë të vetëdijshëm dhe duhet kërkohet një angazhim më i madh, një mobilizim më i madh qytetar që jo Albin Kurti, po asnjë Albin Kurti e asnjë Vjosa Osmani të mos ketë pushtet atë sa të sundojnë mbi ne, por të na qeverisë neve. Dhe përpjekja e zonës Osmani apo amandmentimi kushtetues ka qenë, mendoj, përpjekje më kot, sepse është bërë në një kohë shumë papërshtatshme, madje ishte veç një situatë që ma shumë tregoi ke një lloj panikut të skenës politike të vetë asaj, se sa një zgjidhje alternative për situatën. Gjonat janë shumë të qarta. Ka mungesë të vullnetit politik për t'ju dalë punëve përballë. Ka një mungesë vullnetit politik për konsensus. Në vend që kryeministri jonë të del në konferencë, të na flet për zhvillimin ekonomik, të na flet për politikat të energjisë, të na flet për mundësitë e integrimeve, të na flet për përfshirjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare, të na flet për zhvillim të gjithëmbarshëm, për arsim, për shëndetësi, për temat të cilat na shqetësojnë për çdo ditë. Ai del që 2 vjet na flet zgjedhje, ai ky ai zgjedhje, jo na, jo ata, thjesht një përpelitje për ta lënë një fajtor. Mirë, po neve mas pokti na duhet kush është fajtori. Neve na vyn që vendi jonë më zhvillu, që politikat me ecë përpara, që klasa politike të jep shembullin më të mirë, jo klasa politike neve po na jep shembullin më të keq se si duhet të veprohet përballë shtetit tonë të ri. Dhe po e përfundoj. Dhe cili do që është fajtori, apo që mbetet fajtori, pak rëndësi ka që na s'po stabilizohem si vend. Na jena në një ngërç politik që po vazhdon pavëndësisht, që të dëmtu Kosovën jashtëzakonisht, edhe ekonomikisht, edhe politikisht. Në gjitha sferat. Në të gjitha sferat. Po. Zotëri Seqeli, po, nëse patët përshuar diçka të përgjigje të një krize globale, e cila potencialisht mund të jetë edhe fillimi i luftës së tretë botërore. Kemi me pas një valë të re të inflacionit për shkak të